Si shqiptar këto ditë sot kryesisht edhe dje, kam pa vetëm akte turpshme, akte të pahishme, sjellje që s'më bëjnë krenar, që më vrasin shpirt si qytetare thjesht, si nënshtetësi thjesht. Rrëmujen parlament, kërkesa për ta bo publike diçka që është sekrete e për të tërgu Belinda Ballukut si të mbrohet nga akuzat që janë sekrete akoma të Berishës dhe PD-s, ajo lufta në parlament, edhe ai akti arrogant i patakt i Edi Ramës në Evropë me presidentën e Kosovës, Vjosa Osmani. Konkretisht çfarë ka ndodhur? Në radhë të parë, unë do ta nis këtë video pak ndryshe me komentin e një shqiptari të Kosovës. Ai duket nuk pranon ta quaj veten shqiptar. Necmettin Spahiu. Necmettin Spahiu ka bën një post sot në Facebook ku aktin e pahishëm, jo turpshëm, po i pahishëm, nuk është i turpshëm, po është i pahishëm, të Ramës e kthen në një akt të turpshëm moral që nuk ishte. Edhe nuk më pëlqen kjo e Necmettin Spahiut, nuk më pëlqen se më gjan si paramendim, shfrytëzim, abuzim, të kthej diçka që është, s'është ashtu në ata që është. Ai thot, ka bën një akt të pamoralshëm apo turpshëm. Edi Rama se ka ardhur ka kapur qafe presidentën e Kosovës, ka kap një femër, një gru për qafe, edhe si do të ndihet burri i parë i Kosovës, unë nuk e dije që Vjosa është martuar nëse nën kupton këtë. Nuk më ka pëlqyer. Më duk po aq i pahishëm ky koment i Spahis, sa që i pahishëm edhe ai rrugashëlliku i patakt i Ramës. Vjosa Osmani, që të kuptoni ju që nëse se keni pa, doli edhe përbonte një video të shkurtër në online me celularin e vet, po fliste shtetësve vet kosovar, edhe në gjithë shqiptarëve bashkëkombësët vet, për një arritje të madhe, mendoj unë, për Kosovën, atë mbledhje summit që ka qenë, që Bashkimi Evropian doja heq Kosovës gjithë ato penalizimet që i kishte vënë. Ky është lajm i madh. Edhe ajo po jepte atë. Ai është presidentja e vendit. Është numri 1 ose 2 i shtetit Kosovës dhe një nga personat më të mëdhej që ka kombi sot në detyrë. Rama, kur ajo po flisë, që e pa shumë një që po flisë që ishte online, doli si rrugaç, ndoshta jo me të keq, ndoshta nga prepotenca, ndoshta nga budulliku që jam unë mbi gjitha dhe jap vlerë, o të jap vlerë vetes, po s'ka rëndësi, ne jemi njerëz, gjithë bëjmë gabime të tilla, që i pa takt, për arsye se ajo po fliste ndërpreve fjalën, që shkoi aty dhe ndërhyri. Natyrisht që tha fjalë të mira për Vjosa Osmanin, nuk tha fjalë të këqija, por ndërhyri, nuk që e pa takt, që e pa hishme, po jo pa moralshme, jo turpshme, siç thot ky se ka kap gruën e botës për qafe, jo më psikopat. Ka përqafu motrën e vet. Ai është veprim i mrekullueshëm, po s'duhet ta bonte në atë moment, se duket rrugaçëri edhe mos respekt i postit
presidencial që mban ajo, pavarësisht që është motra jote, sikurse nuk duhet vija Kurti edhe as Vjosa Osmani të ka për qafë vllajën e vet Edi Ramën, nëse Edi po flet në atë moment ku është i paftum. Kaq ishte ajo, rrugaçëria e pa takt e Ramës duhet kritiku si sjellje jo e këndshme, por jo si e pamoralshme, që shkoj Edi, më fal për shprehjen, më psikopat, pa Edi ndoshta ti si e keti si e ka ky ja rova emrin, ky Mitrovicës që thotë që jam shqiptar. Edi ndoshta i ngrifet palla për ty, me sa kam dëgjuar, për burra, jo për gra, por ai përqafoi motrën e vet. Përqafoi motrën e vet. S'duhet ta përqafonte në atë moment. Vëllezër e motra shqiptar, ne jemi të një gjaku jashtë e largë vendit tonë, ne jemi me motra vëllezër, nuk ka gjë të pamoralshme e turpshme në aktin e Ramës që përqafoi motrën e vet, por s'duhet ta bonte në atë moment kur ajo po fliste, po na fliste neve për diçka tjetër. Ndoshta po të ftonte e ta thriste Vjosa, do vinte, por nuk është i turpshëm, nuk është i pamoralshëm, dhe nuk më vjen mirë që Nexhmediun ja që më erdhin kokë, Nexhmedin Spahiu, më fal Nexhmedini që harroj emrin, por edhe kur e kritikoj do thot që unë e maj atë si njëri me emër, si njëri por që mendoj ndryshe nga ai, se ndryshe pse e përmend, kur e përmend dikot, do më thonë që ai ka një vend të respektueshëm, apo të rreshëm, është njëri i madh. Edhe ka zonët vend, por nuk më pëlqen. Më gjan mu si mas mendimit dhe bot kuptimit tim që ai është shumë kontroversial edhe kam frikë për çarës shpesh herë. Ajo nuk i falet atij që mendon që s'është shqiptar. Pra as maqedonësit atëherë, më fal shqiptarit e Maqedonisë, ata quaj Maqedonës, nuk quaj slav, nuk qeken shqiptarës në Malizia, së në Gjakut, vetëm shqiptarit më zëqe. Edhe ndoshta as në Verisë dhe Tërpoja ka qenë quaj dikur Kosova mirë, s'pas ka shqiptar, s'pas ka Shqipëri, se nuk më pëlqen kjo e Nexhmedinit dhe gjanat e tjera që s'më kanë pëlqy është përleshje në parlament. Përleshje në parlament, të manë parlament qenësh, është e pafalshme, është e turpshme. Nuk ishte për shembull se parlamenti është mbledh ti heq fjallavje imunitetin Sali Berishës se po bën protestë në rrugë. Edhe s'ka rrugë tjetër, edhe aty do ngriheshin të PD-s, ndoshta do të kalonin masën edhe të përlesheshin me antarët e PS-s, por me sa di unë aty në parlament këto janë bosi zagar këto të PD-s. Këta janë bosi lakej, këta janë bosi hiena, këta janë bosi shumë të poshtër aty, për arsye se ata kërkojnë të deklarohet, të publikohet një dokument sekret, që s'paku e ka qujtë sekret dhe e ka qujtë mahet sekret, për arsye se ka fakte që s'duhet i marrë vesh Balluku, se po i mori vesh Balluku ndoshta e din se çfarë të fshehin. Edhe s'paku ka kërku që ky dokument ka ca shumë dollarësh se ku janë, kus janë, dhe ca gjona që janë sekrete që nuk e dim nëse po të dim nuk janë sekrete. Edhe në qoftë se pëleshje, se ka ky pëleshje, dhe harrova emrin ky i parlamentit, edhe Balla, edhe kush janë këto shumica e PS-s, kërkonte ta bonte publike, atëherë do ishin përlesh këto qenë birqenësh, por jo kur ata e majnë sekret, që s'duan t'ja tregojnë Ballukut. Unë nuk e kuptoj, këto janë kundër Ballukut apo me Ballukun këto shkardhata, këto të PD-s, këto lakejt. Shumica tyre nuk din ç'a bëjnë, se shkojnë mbrapa pa padronit, se kështu është kur vën listë dhe zgjell do potet ato që don ai balozi i madh. Kjo është arsye që kemi një parlament qenësh,
një salë deputetësh që më dalin mu edhe në qëzën parlamentin. Parlamentin e shofin nga gazetarët për ditë, e shofin në televizor. Na jep një video tatën kur flisni ju, mos qene birqenesh. Nuk kemi nevojë në të shofin tavolinat apo fytyrët e deputetëve nga celularët e juaj, kemi nevojë për fjalën tuaj dhe s'kemi nevojë për rrugaçërinë e juaj. Kemi nevojë që ju ta veni para përgjegjësisë qeverinë edhe hajdutët me argumenta binse dhe me rrugaçëri. Ngresi tërmëria madhe, me nesa pesligje me kërcy si për tavolinëve trymat të mëdha ju. Po dishni korupcionin ju. Maskarejeve. Është turpërshme. Çfarë po ndodh? Është turpërshme se si forca e djathtë e Shqipërisime që më ndonë ndryshe, s'ka timonier, s'ka udhëheqës, ka lakej, kurse forca e majt ka ushonjësa, që po e rjepin për zgjalli po ja pin gjakun kombit tim. Ky është parlamenti jonë, vlezër e motra. Këto kemi ne, një qeveri hajdutësh, edhe një kështu se thash poezi, opozit lakejsh, hienash, është, më falni për shprehjen, por unë shoh ca bisha që e kanë shqysër kadhen popullin ton, Shqipërinë ton. E kanë kapsër kadhen, tigra, luan, uqër, e po e hanë, e po e shqynë aty. E ata që vinë për rreth, nuk janë opozita, janë hienat që vërtitën e shtu në për bishtën e për këto. Kjo është ajo Shqipëria ime që më shkatron, prandaj ju them vlezër e motra, mos si shkoni mrapa Sali Berishës edhe PD-s, asaj ju të PD-s e kam lafin ju populli i djathtë. Duhet të flakni atë mori të poshtër, lakejsh që keni përsipër, edhe është koha të mbështetni partitë e vogla, kandidatët e pavarur, edhe t'i jepni mbështetje njerëzve të tillë si Agron Shehja e fjallavje, se vetëm ata shaf aty. Kurse ju të majtët, ndoshta duhet të përforconi pak më shumë atë braçën që unë kam urry dikur se e kam pa si të pa logjik të cinik edhe të likur ka kur ndështon të dikur ose shante ose akuzon të Berishën, por unë e shaf ndryshe ata. Unë e shaf ata si një nga njerëzit që më duket se i dhemb fati i popullit, që nuk e pranon abuzimin dhe vjedhjet që po bëhen, edhe ndoshta është njëri që duhet ju socialistët të hudhni sperancën tek ai. Ndoshta gabohem, se unë shoh çaj pak, po çfarëdo që kam dëgjuar që është prononcu kohët e fundit nga ky shiko sa shpejt i harroj emrat unë. Për shembull kur du të referoj Edi Ramën, them Fotosnano, sa po përmend ata Braçën, Rion Braçën, dhe në moment e harrova. Pra po vjen me shpejtësi ajo, si quhet ajo skleroze, që quhet ajo e mendjes. Por shqiptarët e mi, ju lutem, mos e përkrahni aq sa s'duhet për krah të qeverit korruptume, dhe mos i shkoni mrapa sa si duhet shku mrapa kësaj pozite të turpshme. Është koha të hapni syt, qeveria dhe kryesia e PS-s duhet filtru, shumica e tyre janë të korruptum, janë hajdut, të gjithë ministrat poshtë dhe drejtorët janë të impliku me krimin financiar, krimin ekonomik, bile dhe krime të tilla që shkojnë edhe kapin rob njerëz për shembull që konkurrojnë me marrë një kontratë. Pra, na jemi të tradhtum nga ata që kemi lartë, si socialist, si demokrat, në kanë tradhtu. Ne nuk i meritojmë ata dhe ata s'meritojnë të jenë në kryen tonë. Edhe unë lutem
uroj edhe shpresoj se duhen për krah njerëzit e rinj, jo se ata s'do bëhen më krim, por do jetë pak më vështirë nga këtë jetutje përfshihesh me korrupsion të hapur, siç janë përfshi këta, dhe duhet po luftë e ashpër. Duhet i zhdukim, duhet i shtypim kokën çdo lloj hajtuti, çdo lloj kriminali, çdo njeriu në korrupsion, sikurse edhe atyre që pengojnë, duke folë që janë kundër korrupsionit si Sali Berisha. Sali Berisha ndoshta nuk e kupton, po ndoshta sa është i poshtër, do të pengojë hetimin e Ballukut, do që Balluku ta marrë vesh atë që është sekret, atë që gjykata ka kërkuar të jetë sekret, ai do të bëhet publike. E ka kërkuar se gjykata më maskara, po del edhe kundër gjykatës Spakut që duan ta marrin sekret. Sami Gjoka ju përshëndet, unë mendoj që këto njerëz që bëjnë veprime të tilla në parlament, jo vetëm që duhet të dënohen me mosfutje në parlament, që do na dënon neve shqiptarëve, se nuk kemi zot kundër, bën PS-ja çfarë të doj pastaj. Unë mund të jem simpatizant i Partisë Socialiste, por unë nuk du që Partia Socialiste të jetë me dhe të bëjë që të doje, mos ketë një zot fuqishëm të kundërshtoj kur diçka është për të kundërshtu. Por në qofë se i përsojmë këta na bën dëm neve si popull, për arsye se bëhemi një vend diktatorial, ku bën që doj Partia Socialiste, kur ne e dim që Partia Socialiste është një parti në krye komplet e korruptume, në krim e droge, krim e vjedhjesh, por edhe këto lakej nuk mund të rrinë në parlament me këto veprime që bëjnë, por të shmangësh edhe të përzosh është pak në qoftë se ta marrin rroga. Duhet u hiqet a rroga për sa kohë që u hiqet e drejta për me hyrë në parlament, se nuk meritojnë paret e shtetit tonë, paret e tona, në qoftë se ata nuk janë atje, të na mbrojnë edhe ja kanë mohu vetes të drejtën, duke e kthy parlamentin në arenë cirku këta, në arenë që quhet e gladiatorësh, amfiteatrësh, janë trimat më dhe këto, na bëjnë trimni, djegin, hedhin letra, hypin si për tavolineve, karkalet se ka të buj. Sami Gjoka ju përshëndet.